tim kimit një herë pi mrena, unë i dhash fund pi jashtë. Dhe kjo shumë rëndësi të ndërum xhamat. Kjo shka e përmendëm. Një prej mesazheve që shumë e kanë shkruajtur. Më ka mit filani pi mrena, e unë u dash mu lirue pi për jashtë. Pra unë e konopin e bleta, ama ai në shpirtin moti ma ka vra. Kjo ndodhte na shumë të ndërum xhamat. Ti e kimit pi mrenat. Ti ka mundësi e mrin e mit e vladin pi mrena. Ti ka mundësi e vret nanën e babën pi mrena. Ja vret shpirtin, ja ki nuk konopin shpirt. Ai thot, masi shpirtin e kam konop, t'ja vnoj edhe konopin edhe trupit. Kujdes ndërum xhamat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mund pëlqen fjala e mirë. Mund pëlqen me menu mirë. Than sahabët, çka me menu mirë ja Rasulullah? Ta kelimetun tayyiba, një fjalë të mirë me thuje. Liroje me shpirtin. Liroje shpirtin. Mos thuaj me fjalë të rana. Mos ofendo, mos rano. Mos i thuaj zora kjo. E keni pa? Vetë njerëzit për çka dush. Pyete diçka për biznesin e atij çka atë bë. Pyete për tregtinë e tij çka atë bë. O thot mos e këtij biznesi se i rana ki. Po mu kanë i rabët e se ba, po ti fiton pare pa ti. Po ti e koprat s'do me kalzue. Pse tu t'sh me kalzue? Pse tu t'sh me kalzue? Folja ma njerit njën, por hin thuj po. Apo hin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur vinin njerëzit me mor dijet e aj, thonë të merhaben bi talibil ilm. Mirë se vjen ai kërkuesi i dis, nuk harxhohet kjo. Nuk harxhohet. Nuk harxhohen parët të ndërum xhamat, nuk harxhohet. Do njerëz që do menusi kanë harxhu parët. Çish me bin marrë që s'harxhohen ai. A ka marrë dikush diagnoz për këta njerëz që janë të utut fukarallok këtë mi kalzu? O insan, ti ki me dek, a pet ka me pas parë në dunja? Mos u tut, apo? Mos u tut. Ama shejtani sa shëri thot, o gja të kalzu, ama nuk i di këto punë. O i dina, nuk harxhohet parja. Mos u tut për parë, ki e frikën nenzën akhirat që shkena me dalë për para Zotit. As njani për njerëzve nuk është duvujt për parë. Andaj njëra për mesazheve cila ente qatelte ruhi, ti ma ki vra shpirtin. E dikush së ne duron këta, çfarë ban i jep konok. A kena vrana dikant të ndërum xhamat? Po nuk është me vra veç me thikë dhe me armë, zjarrit. Jo me vra me një ngaft, tran. Erë njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa mishte të shpërnda do pasuri. Dhe aty u duk padrejtisht ajo. Ama kujna më të mirit njëri në botë. Për të cilin Allahu xha ka marr besnik me ia dhon shpallën e vet. Edhe te po tha o Muhammed alayhi salatu wasalam, ta banu i drejt. Ja vrajti shpirtin kjo pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ta banu i drejt. A ka njëri më drejt se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ta banu i drejt se si e i drejt. Kështu njerëz nuk e din çka folin edhe para kujt folin. Ta banu i drejt. I'dil fa ma adalt. Ti si e i drejt. Edhe tash kyre. Pejgamberi nuk ka si njëri që revoltosi, mi po shokët e vet e kanë diçka pi thot. E nxeri shpatën Khalid ibn Walid më njëherë trakt. Tha ja, ama e di ku autoriteti ka të me vet. Tha ja Rasulullah, ata drejtoj kët? Tha jo. Jo, leje ta se falet kjo. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, vllavin tem Musën Zoti e mëshiroft. Vllavin Musën, pejgamberi i Zotit, Allahu tha mëshiroft Musën. E kanë ranuar edhe më shumë atë, ai ka bërë sabër. Pra, pejgamberi me çka e menaxhon të ketë vrasje të shpirtit, ketë lëndim të shpirtit, thonte, o Allah japëm sabër. O Allah durim, lut Allah lozo durim. Del rrug, ka dalë Allah sabër. Sa be gjotja veç jotja. Nuk ka gjotja veç jotja. Nuk mundesh me ti ku dush me nuk e rroj insan. Merr më rëvesh se sa gjotja jote. E jona kët bash. Qilla nuk ka jotja veç. E jona bash. Mahalla nuk ka veç jotja. Faraonave ku janë ku ka faraona? O faraona, Muhammed e juvja kët kjo hoti. Kjo e kët bash, ka vëdon. Ka thënë alayhi salatu wasalam, kush e zani tok, pa drejtësisht, 7 tokë Allah i ka më ranu ditë e kiametit. Sa marrë kjo e jotja, kuptoj se nuk ka. E jotja është veç një cop varri. Çata kanë më garantuar po. Ajo janë një cop varri. Por ndryshe, të ndërum xhamat. Mos ja bëni punën dikujt më avra shpirtin, se të keq që do shkojnë të vra. Na nuk i na të arsitu për para Zotit, pa e kanë pas bisiklet vallahi. Vallahi kanë pas bisiklet. Dhe nuk është e rastishme që 1 miliard njerëz kanë shkuar doktor dhe kanë thënë, "O i ranum jam, shpirti më ka ranuar." Andaj, thuni fjalë të mira njerëzve, thuni një fjalë dhe të ndërum xhamat, mos u bëni kraj zullumçarëve. Mos u bani kraj zullumçarëve, ku ta shifti kanë çadu bë zullum. O vëlla mos ban me zullum. Kur ta shif ani dost të kithuj Allah, dost ka mos zullum mos ban. Heke vllokërën që ka zonu udhën njerëzve. Po mysafir, heke kërën vëlla mysafir me ditë që pikinë kjo. I ty azon njerëzve me dal dikush me urgjencë. Sa njerëz do të hoxha ambulanta me suni. Ambulanta suni, se këto makina tu pi çaj. Kjo tu pi çaj dhe pastaj çaj i njëjtë atë tu pi çaj haditha tu kallzue. Dhe kjo të mit ket. Kjo të mit ket. Ai ku ta shif çaj tu kallzu për fe dhe me ktheja çështu. Këtu e kallzon njerëzit doin me dek pi kerrë datina. Kujdes ndërum xhamat. Allahun se na rrejna. Shtero ti shka dush, natë mujna mu shtirë shka dush. Amahu si Ebu Hurajra, amahu si Ebu Bekri, si Omeri, a banu Ebu Hanife, çka dush banu? Veprat.
Andaj të ndërruam xhamat, njëra prej mesazheve shumë dhimbse, shumë të rana të cilët ata të cilët e vrojnë veten cila më kanë vrarë pi mrena, andaj pe vraj edhe unë pi për jashtë veten. Kujdes, kujdes si sillesh me njerëz, kujdes mas pari pi familjes tane, kujdes me prindët tu, kujdes me vllatë tu, mos ja thujni fjalë tran.